Serbia ka një test të vërtet në Leskovac ku ka vendosur të presë Shqipërinë. Ndeshja e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026 duhet të kalojë pa incidente, ndërsa vetë presidenti i Federatës së Serbisë në futboll ka folur. Dragan Xhajić paralajmëron se përsëritjet e ngjarjeve të vitit 2014 do të përktheheshin në katastrofë. Përfaqësuesja e Serbisë do të rrezikonte përjashtimin për të mos luajtur për një periudhë të gjatë kohore. Nuk ka nevojë për fjalë, askush nuk ka nevojë të flasë me askënd. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm dhe e dimë se sa shumë do të thotë ajo ndeshje në këtë situatë. Një ndeshje shumë e rëndësishme për ne. Mendoj se kjo është e qartë për të gjithë. Më keni njohur për kaq shumë vite, disa gjëra nuk do t'i dëgjoni kurrë nga unë. Më lejoni t'ju a them kështu. Dua të fitoj. Nuk do të jetë lehtë për t'u arritur, por fitoria është diçka që pritet. Lëndimet janë pjesë integrale e futbollit, gjëra të tilla ndodhin, nuk ka nevojë të vajtojmë fatin ton tani. Kështu jemi ne. Për mua një problem më i madh se lëndimet është koha e pakët që luajnë futbollistët tanë në klubet e huaja. Përsëri, nuk dyshoj te ata, e di që secili prej djemve do të japë më të mirën e tij të shtunën, në mënyrë që Serbia të fitojë. Në të njëjtën mënyrë, trajneri Dragan Stojković po ndjek gjithçka dhe besoj se ai do të nxjerrë në pa ekipin më të mirë. Këta do të jenë lojtarët që do të jenë në gjendje të përgjigjen të gjitha detyrave. Shqipëria më kompakte se ne? Nuk më pëlqen si ide. Është mirë kur ke një personalitet të fortë në ekip, një lojtar që mund të vendosë ndeshjen me një lëvizje ose frymëzim. Faleminderit Zotit i kemi. Përsëri, nuk mund të mbështetemi vetëm tek një individ, na duhet një grup i fortë. Unë besoj te djemt tanë, besoj te ekipi, ata janë të vetëdijshëm për gjithçka dhe e di se do të bëjnë gjithçka për ta bërë kombin të lumtur. Shqiptarët janë të mirë, çfarëdo që mendon dikush për ta. Ata janë një ekip i fortë, në kuptimin sportiv askush nuk duhet i nënvlerësojë në asnjë moment. Ata kanë rezultate të mira vitet e fundit, futbollistë të mirë. Një gjë tjetër, përfaqësimi i tyre është shumë i mirë, le ta pranojmë. Trajneri flasim shpesh, dëgjohemi rregullisht me njëri tjetrin. Në javët dhe ditët e fundit folëm se kush do të vijë dhe sa të mëdha janë problemet për shkak të dëmtimeve. Më pyesni a e ka përzgjedhë si mbështetjen time? Sigurisht që e ka, plotësisht dhe maksimalisht. Si mund të jetë ndryshe? Unë jam presidenti dhe sigurisht që jam me trajnerin tim. Besoj tek ai dhe tek djemtë tanë. Besoj se me futbollistët ai mund të sjellë një fitore të rëndësishme Serbisë. Sa i përket ngjarjeve të vitit 2014, presidenti i Federatës Serbe të futbollit u shpreh: "Një njeri nuk mund të shajë. Ne kemi bërë gjithçka dhe po përpiqemi ta parandalojmë që diçka e tillë të ndodhë përsëri. E marrim shumë seriozisht. Do të ishte një katastrofë nëse do të ndodhte përsëri. Mendoj se do të përjashtoheshim nga futbolli evropian për një periudhë të gjatë kohore. Pikërisht për këtë arsye zgjodhëm Leskovacin dhe zvogluam kapacitetin e stadiumit. Kjo është një situatë e jashtëzakonshme për ne. E përsëris, duhet të parandalojmë që çdo gjë e shëmtuar të ndodhë gjatë ndeshjes. Shpresoj që të gjithë ata që vinë në ndeshje të jenë mirëkuptues. Ne serbët duhet t'i lëmë mënjan të gjitha mosmarrveshjet. Le të bëjmë tifo për Serbinë sepse kemi vetëm këtë ekip kombëtar", u shpreh presidenti i Federatës Serbe për Kurir.